aparata? Ata nuk nisin derisa vllazëri. Yle presin mos përgjigjen.
Kryetarën e Kuvendit. Të nderuar pjesëmarrës, e nderuara familje e komandantit legjendar Adem Jashari, nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, oficer, non-oficer dhe ushtar, të nderuar të pranishëm. 19 vjete kaluan nga koha e epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës, për kujtimi për sakrificën e madhe të jasharëve në Prekaz, do të përcillet brez pas brezi. Ne me punën tonë, angazhimin e të gjithëve në ngritjen dhe ruajtjen e vendit, ne nderojmë komandantin legjendar Adem Jashari, familjen Jashari dhe të gjithë dëshmorët e rënë dhe gjakun e derdhur në luftën e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës për pavarësi të vendit. Të nderuar pjesëmarrës, komandant i paradës së sotme është general brigade Gzim Hazdrolli, që do të raportoj për gatishmërinë e trupave për manifestimin Epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Ready? Down there! Zero! Zoti President, grupat e forcës sigurisë Kosovës janë rreshtuar në ndërim të epopesë së ushtrisë qytetare të Kosovës. Raporton Gjeneral Lazrovi. Oficer dhe në oficer dhe ushtar, nderimet dhe Duar poshtë! Nin! Down! That's so! Të nderuar pjesëmarrës, ju lutem të ngriteni në këmbë në nderim të himneve.
Duar poshtë! Nis! Tam! Detso! Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni që të ftoj Presidentin e Republikës Kosovës, zotin Hashim Thaçi, Kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotin Kadri Veseli, Kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Isa Mustafa, Ministrin për Ministrinë e Forcës Sigurisë Kosovës, zotin Akide Molli, Komandantin e Forcës Sigurisë Kosovës, General-Lejtnant Rahman Rama, dhe përfaqësuesin e shoqatave të dalura nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, zotin Hysnin Gucati, për të vendosur kurora pranë obeliskut dhe për të nderuar epopejën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, në kujtim të komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të kombit dhe të gjithë të rënëve për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Të nderuar pranishëm, ju lutemi të ngriteni në këmbë në nderim të dëshmorëve. Dale, dale. Post, evet.
Dan, shet. Pjesëmarrës të nderuar, lufta dhe sakrifica e familjes Jasharin Prekazin Heorik, të udhëhequr nga komandanti legjendar Adem Jashari dhe gjaku të derdhur të gjithë atyre dëshmorëve e martirëve të rënë në luftën tonë çlirimtare, krijuan epokën më të lavdishme të shqiptarëve, atë të çlirimit nga okupatori. Lufta dhe sakrifica deri në vlim e kryekomandantit legjendar Adem Jashari, e familjes Jashari dhe e popullit Prekazit me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 ishte thirrja më e fuqishme dhe më fisnike për luftën tonë kundër okupatorit. Në këtë luftë të drejtë, ushtria çlirimtare e Kosovës po bënte histori dhe luftarët e saj po e shkruan me gjak atë. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni që të ftoj për të marrë një fjalë rasti Presidentin e Republikës së Kosovës, zotin Hashim Thaçi. Sonja dhe zotërin, i nderuari kryeparlamentar zoti Veseli, i nderuari kryeministër zoti Mustafa, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, deputet, i nderuar ministër Dëmolli, i nderuar komandanti FZK zoti Rama, të nderuar ambasador, shoqatat luftës, të nderuar të gjithë ju të pranishëm, familjet e dëshmorëve, të nderuar oficer dhe në oficer, ushtarët e FSK-s, të dashur qytetarët e Republikës së Kosovës. Një ndër ngjarjet më heroike të qendresës së popullit tonë, për liri tash të 19 vitesh shënohet më të drejtë me emrin Epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Si asnjëherë më parë, me 5 mars 1998, u zhvillua një luftë e pabarabartë në armatim dhe në njerëz. Familja Jashari u përball me një makineri të pafund shtetërore, ushtarake dhe policore serbe. Veterani arsimit Çaban Jashari, komandanti legjendar Adem Jashari, komandanti i orëve të para Hamzi Jashari, gra, vajza e djemt e rinj me vendosmëri të paparë i qëndruan rrethimit deri në Flim. Kjo rezistencë ka hyrë në analet e historisë e kombit tonë si ndër sakrificat më madhore. Zonja dhe zotërin, si asnjë ngjarje tjetër, Epopeja Prekazit u shndrua në forcë mobilizuese për të gjithë ata adhëtarë që me shekuj kishin pritur momentin për të vënë radhë në organizate autentike ushtarake shqiptare.
Për herë të parë, Kosova kishte një ushtri me emrin autentik, me uniformen dhe betimin në idealin e lirisë. Për herë të parë, Kosova kishte krijuar një mekanizëm të fuqishëm politiko-ushtarak që u shndrua në faktor numër 1 në internacionalizimin e çështjes së Kosovës. Për herë të parë, mijëra djemë dhe vajza, veprimtar e veprimtare, ishin rallitur në formacionet e një organizate politiko-ushtarake e cila përfundimisht kishte nisur rrugën e çlirimit dhe arritjen e lirisë. Ushtria çlirimtare e Kosovës, pas ditëve të epopesë, u sprovua në shumë betejë, ofenziva me fitore dhe situata në të cilat u vërtetua se ajo nuk mund të mboštej në asnjë rrethon, sepse vetë ushtria çlirimtare e Kosovës ishte populli i Kosovës. Ishte pikërisht kjo vendosmëri e cila çështjen e Kosovës e ngriti në nivelet më të larta të diplomacisë botërore. Ishte rezistenca gjithpopullore e të gjitha shtresave të shoqërisë sonë, që njëherë për gjithmonë kishte hyrë në rrugën e lirisë. Për herë të parë, në konferencën ndërkombëtare në Rambuje, Kosova fliste në emrin e vet dhe vendoste në emrin e vet. Lufta jonë e drejtë për liri dhe çlirim për herë të parë u mbështet nga institucionet dhe mekanizmat më të fuqishëm të botës demokratike. Vizioni i Kosovës gjeti përkrahjen e jashtëzakonshme dhe historike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Shteteve të Bashkimit Evropian dhe organizatës ushtarake më të fuqishme të globit, NATO-s. Edhe sot, nga këtu, shprehim mirënjohje dhe falënderim për miqtë e Kosovës. Zonja dhe zotërinj, lufta drejt e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, rezistenca e vazhdueshme qytetare dhe mbështetja botës demokratike për Kosovën, sollën rinë e ndruar për shekuj me radhë. Asnjë qëndrim i caktuar i çarqeve jo dashamirëse nuk mund ta njollos ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Edhe të burgosurit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë heronjet e popullit të Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës mbetet trashëgimia jonë më e madhe dhe më e pasur që ka krijuar historia e Kosovës. Ashtu siç do të jetë e përjetshme dhe e vlerësuar lart, sakrifica sublime e jasharëve dhe gjithë dëshmorët e Kosovës, ashtu do të jetë e përjetshme lavdia dhe emri i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Zonja dhe zotrinj, tani më lejoni të them disa fjalë për Kosovën e sotme dhe për vizionin ton për të ardhmen. Dikujt mund t'i duket pak, por e them me bindje se Kosova brenda një periudhe të shkurtër ka arritur suksese të shumta për të cilat duhet të jemi krenar të gjithë. Nuk ka sukses më të madh se sa vetëm brenda 17 viteve të jetës në liri dhe paqe, ne arritëm të shpallim pavarësi e shtetit tonë, të frymësojmë institucionet tona shtetërore dhe të fillojmë rrugën tonë të sigurt për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Përderisa ne tashmë kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe kemi hyrë në marrëveshje kontraktuale ligjore me Bashkimin Evropian, ne gjithashtu kemi avancuar bashkëpunimin ndërmjet forcës së sigurisë së Kosovës dhe NATO-s si parakusht kryesor drejt antarësimit në NATO. Zonja dhe zotrinj, përpara nesh, të nderuar qytetarët e Kosovës, janë të rreshtuar pjesëtarët e FSK-s, e që për mua, si komandant suprem dhe mbi të gjitha për ju qytetarët të nderuar të Republikës së Kosovës, këta janë ushtarët dhe oficerët e ushtrisë së Republikës së Kosovës. Kjo nuk është asgjë e re, sepse kështu i kemi konsideruar gjithmonë dhe kështu do të jenë
për gjithmonë. Ky fakt dhe realitet nuk është risi as për NATO-n dhe as për shtetet fqinje. Forca Sigurisë e Kosovës, edhe me Kushtetutën e Republikës e Kosovës, e kanë si mision parsor mbrojtjen e qytetarëve të gjitha komuniteteve të Kosovës në përputhje me ligjin. Të nderuar qytetarë të Republikës e Kosovës, nderuar kryeparlamentar, nderuar kryeministër, të nderuar oficer, nënoficer, ushtarë të Kosovës. 3 vite më parë, si kryeministër i vendit, në përputhje me rekomandimet e procesit të rishikimit të sektorit të sigurisë, kam paralajmëruar themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Fatkeqësisht, realiteti ka mbetur i njëjtë, për arsye që janë të njohura për të gjithë, si në Kosovë, po ashtu edhe tek partnerët tanë ndërkombëtarë. Si president i Republikës së Kosovës, do të doja shumë që procesi transformimit të FSK-s në ushtritë e Kosovës të ndodhte ashtu siç jemi përpjekur gjatë këtyre 3 viteve që kaluan. Pra, një procesi transparent dhe të përcjell me ndryshimet e domosdoshme kushtetuese. Por një gjë të tillë nuk e kemi arritur ta bëjmë dhe unë nuk kam ndërmend të drejtoj sot gishtin ndaj askujt dhe të fasoj askënd. Sepse për hapa tonë të ardhshëm na duhet uniteti edhe politik, edhe qytetar i të gjithëve pa dallim. Prandaj, Kushtetuta moderne e Kosovës, mua si komandant suprem i forcave të sigurisë e Kosovës, me jep kompetencat e mjaftueshme për të ndërmarrë iniciative për të ndryshuar ligjin e FSK-s. Prandaj, të nderuar ushtarë të FSK-s, unë sot dua të bëj të qartë publikisht se në ditët në vijim, shumë shpejt, brenda kompetencave të mia kushtetuese, do të ndërmarr të gjitha veprimet e domosdoshme ligjore që transformimi shumë pritur i themelimit të ushtrisë së Kosovës të bëhet realitet edhe nëpërmjet ndryshimit të ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës. Pra, Republika Kosovës, me qëllim të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial, si dhe ruajtjes së paqes dhe mbrojtjes së interesave shtetërore, duhet të avancojë rolin dhe detyrat e forcës së sigurisë së Kosovës. Në këtë drejtim, ashtu siç presin të gjithë qytetarët e Kosovës, nëpërmjet ligjit të ri për forcën e sigurisë së Kosovës, Forca Sigurisë së Kosovës do të ketë për mision që të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, qytetarët dhe komunitetet, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës, si dhe të kontribuojnë në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe global. Ky ndryshim në misionet dhe detyrat e reja që do të ndërmarrë FSK-n në përputhje me ligjin e bën FSK-n një ushtri moderne, profesionale, multietnike, me karakter mbrojtës, e cila do të dizajnohet për të mbrojtur qytetarët e Kosovës dhe do të jetë në shërbim të ruajtjes së paqes në rajon dhe në botë, sa që Kosova si kërkohet të jap kontributin e saj në këtë drejtim. Ky transformim i natyrshëm ligjor është krejtësisht kushtetues dhe i domosdoshëm, në mënyrë që FSK të zhvillojë edhe zyrtarisht procesin e antarësimit në NATO. Prandaj, ftoj shtetet anëtare të NATO-s që të vazhdojnë të ndihmojnë FSK-n, ashtu siç kanë bërë deri më tani. Shtetet fqinje të cilat kanë ushtritë e tyre, duhet ta kuptojnë këtë transformim të FSK-s në ushtri si një hap krejtësisht normal të një shteti sovran dhe i pavarur. Misioni i NATO-s, respektivisht i KFOR-it në Kosovë, do të vazhdojë të funksionojë si zakonisht dhe ky transformim nuk do të ketë implikim në misionin dhe detyrat e KFOR-it në Kosovë. Në fund, ftoj qytetarët e Kosovës të kenë besim në shtetin e tyre. Ftoj gjithë spektrin politik
të Kosovës që të bashkohet në çështjet e interesit shtetëror dhe gjatë ditëve në im të dëshmojmë këtë me veprime konkrete duke transformuar rolin dhe misionin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Ju faleminderit. Falenderojmë presidentin për fjalimin dhe tani më lejoni të ftoj për të marrë fjalën Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Isa Mustafa. I nderuari Presidenti i Republikës Kosovës, zoti Hashim Thaçi, i nderuari Kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, zoti Kadri Veseli, pjesëtar të nderuar të Forcës Sigurisë Kosovës, i nderuari Ministri i FSK-s, zoti Demodi, i nderuari Komandant i FSK-s, Gjenerali Rama, nderuar veteran, invalid e pjesëtar të familjeve dëshmorëve të UÇK-s, nderuar përfaqësues të misioneve diplomatike në Kosovë. Ju drejtohem sot në emër të Qeverisë Republikës Kosovës në kazermën që mban këtë emër simbol krenarie për vjetorin e 19 të rënies heroike të komandantit legjendar Adem Jashari dhe të familjes Jashari. Epopeja e UÇK-s për çdo qytetar të Kosovës është festë e lirisë Kosovës, është kremtja e vlerave të atë dashurisë, patriotizmit dhe sakrificës sublime për Kosovën. Nderuar pranishëm, Kosova është shtet i ri, por për kushtimin dhe flimin për atë dhe për liri e ka të vjetër, aq sa ka të vjetër edhe ekzistencën e njerëzve të saj. Sot shënojmë një ditë veçantë historike, një ditë flijimit të ngritur në shembullin se si fiton e mira ndaj të keqes, e vërteta ndaj trillimit, liria ndaj robërisë. Sot shënojmë 5 marsin, ditën e luftës epike, kryeheroike të Kosovës, ditën e luftës e flijimit për liri dhe atë drejtuar nga komandanti legjendar i UÇK-s Adem Jashari. Shënojmë flimin historik dhe heroik, përfshirë gjithë bashkëfamiljarët. Jashari është rast shumë unik në historinë e përbotshme. Do të kujtojmë këtë ditë për jetë e motë, sepse s'duhet harrohet kur sa shtrejt është liria. Do të kujtojmë këtë ditë, sepse duhet të bindemi se sa shumë obligohemi për të punuar për paqë dhe për të mbrojtur fitoren. Krahasisht atyre që flijuan për liri, ne sot nderojmë shtetin ton, cilin duhet ta duam pa hile e ta zhvillojmë me punë, tokën ton që duhet ta mbrojmë e ta punojmë, pavarësinë ton që duhet ta bekatojmë e ta forcojmë. Si institucione, ja kemi borxh këtë përkushtim tashmë dhe tashmë Kosovës, qytetarëve tanë, pa kurfar dallimi, si dhe lirisë dhe demokracisë përkundër gjitha dallimeve të qytetarëve tanë që i kanë në Kosovën tonë unike. Kemi edhe shumë punë dhe shumë sfida përpara si shtet, cilat do t'i kryejmë e do t'i kalojmë më së miri dhe më shpejti duke kultivuar unitetin tonë, shtet ndërtuese, me përkrahjen e miqve tanë ndërkombëtar, që asnjëherë nuk e kanë kthyer shpinën ndaj nesh, dhe historia na ka mësuar se kjo është mënyra më e mirë që ne t'i kalojmë këto procese.
në ndërtimin ton institucional dhe demokratik, ekonomik e social, ne kemi dallime ndërmjet veti, ashtu si që kanë edhe demokraci tjera, por gjithë ne jemi unik në një rrugë, në rrugën evropiane dhe në rrugën euroatlantike. Ne shohim marrëdhëninë tonë, familjen e shteteve të Bashkimit Evropian, ne shohim tanishmen dhe të ardhmen tonë miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotëri. Kosova, institucionet e saj, si dhe qytetarët, kanë sfidat e veta që janë të shumta dhe të cilat ndryshojnë krahas prosperitetit tonë. Kosova ka bërë transformime epokale dhe historike, falë rezistencës së saj paqësore, unike për këtë pjesë të botës, falë luftës shërimtare të popullit të saj. Ne sot mburemi me institucionet e reja shtetërore të ngritura në partneritet me miqtë tanë, mburemi me forcën e sigurisë Kosovës, në cilën shohim ushtrinë tonë, një forcë paqe dhe stabiliteti, jo vetëm në rajon, por dhe më gjerë, një antare të ardhshme të Aleancës Veriatlantike. Kemi policinë dhe institucionet e sigurisë tafta dhe të organizuara sipas standardeve më të larta. Qeveria po punon me përkushtim zhvillimin më të shpejtë ekonomik, arsimor e social, në krijimin e kushteve që qytetarët tanë të mos privohen nga drejta për lëvizje të lirë, për të ndërtuar një shtet të së drejtës, për të qenë faktor i paqes dhe stabilitet në rajon dhe më gjerë. Sot këtu e pohojmë fuqishëm se ardhmja e Kosovës është e sigurt, se ardhmja jonë është në duart tona. Kosova është një shtet i pavarur, demokratik, i gjithë shtetarëve të saj barabartë, është një vend që nuk e harron të kaluarën e dhimbshme, por që po ashtu është shumë e vendosur për të ecur përpara drejt jetësimit të synimeve të saj madhore. Këtë përvjetor të epopesë UÇK-s po shënojmë edhe me 114 njohje të shtetit tonë nga vendet ndryshme, të gjitha kontinenteve, me antarësim në organizatat ndryshme ndërkombëtare, me synim për antarësim Bashkimin Evropian, në Kombet e Bashkuara dhe në NATO. Ne kemi përgjegjësi që para qytetarëve tanë dhe para miqve tanë ta vërtetojmë se pavarësia jonë është shembull i suksesit dhe se begatitë tona njerëzore, etnike, kulturore, natyrore do të jenë shembull i ndërtimit të një vendi demokratik. Zoti e bikoft gjithë ata që punuan dhe flijuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Zoti e bekoft shtetin e Kosovës. Faleminderit. Falenderojmë kryeministrin për fjalimin dhe të nderuar pjesëmarrës, në vazhdim do të përcjellim pjesë artistike nga bendi frymor i Forcës Sigurisë të Kosovës.
Të nderuar pjesëmarrës, ju njoftoj se aktivitetet e shënimit e epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës do të vazhdojnë edhe për 2 ditë me radhë. Me 6 mars do të bëhen omazhe në prekazin legjendar duke filluar nga ora 9 dhe për të vazhduar në ora 18 në Akademinë Përkujtimore në sallën e kuqe të Pallatit Rinisë dhe Sporteve, kushtuar komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve të rënë për liri. Me datën 7 mars, në ora 17:45, fillon manifestimi i rit i dëshmorëve, ndezja e flakadanëve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, duke vazhduar në ora 18 në sheshin Adem Jashari në Skënderaj me një program kultural artistik. Ju falenderojmë të gjithëve për nderin dhe respektin që i keni bërë ushtrisë çlirimtare të Kosovës.